Unë shoh të quajtur president për mua, ai dushe arrestuar 8 minutë që gjykata e kushtetutës e anulloi zgjedhjet, ai dushe arrestuar, sepse e ka shkelur me këmbë kushtetutën që ai është emëruar president nga Edi Rama. Ai ishte një sekser i Edi Ramës. Ai bënte këto, të dashur shqiptar, se janë zënë syt. Le që s'di të lexoj kushtetutën, ai di si të vjedhi në Bregdet, si t'i marri kur u bë i luftës gjeneral joja, i ushtrisë, dhe ministër, më në fund, i ushtrisë, mori gjithë pasuritë, i ka shitur, por të dashur shqiptar, unë kam thënë, ai nuk do ketë gjë tjetër vetëm një palë kominosh.